Investimi ka qenë rreth 1 milion euro, që jemi të vetë në Kosovë, kompania po në Kosovë, cila punson vetëm persona me arsyet të kufizuar. Siguron po unë du shumë jetën edhe vetën shumë. Njerëz jemi edhe na, sikur ata, veçim pak më ndryshe. Personat që janë me aftësi të kufizuar shkojnë tutje, mos ndalen hiç, mos të ngurrojnë, paraqiten për me punue, paraqiten të fortë. Fjalët ato pra gjykimet, do të me lanë anash, është vështirë shumë, po do të me lanë edhe me icë tutje. Tash një falenderem shumë të veçantë për Fondacionin Golden Eagle që na ka mundësu me punu këto. Na ka mundësu këtë fabrikë që ka hapë. Fejse nuk është vetëm një biznes, por fejse ka një qëllim ose një kauzë shumë më të madh ku të na punson vetëm persona me arsyet të kufizuar, si në prodhim, si menaxhim, po ashtu edhe në teren. Prandaj çdo mjet ose përfitim nga fejsja që bëhet nga produktet e fejsjas do të ndohen për persona me arsyet të kufizuar. Të gjitha përfitimet shkojnë në kodët persona me arsyet të kufizuar. Do me thonë, jo pe kësaj kompanie nuk fitani? Jo, na pe kompanisë fejse asë një tro nuk kemë profit. Për veti si kompani, të gjitha janë shpenzimet tona dhe pjesa mbetën ndahet për persona me arsyet të kufizuar për këtë kategori të ndryshme. A kanë përkrahur edhe njerëzit e tjerë këtë? Po, tashte... Apo shihen shitjet, a janë rritë shitjet? Po, gjithmonë jemi duke shkuar në nivel të rritjes, jemi duke shumë më mirë. E ndrejt apo na fol pak më shumë për kauzën edhe faktin që frejsja nuk është veç biznes? Po, kauza Fondacionin Frutexa Golden Eagle, e cila prodhon brandin frejsja dhe linjën dhe prodhimet e kartonit ambalazhës të kartonit, nuk është vetëm biznes, është diçka shumë më e madhe, e cila ka një kauzë mbrapa, e cila punson vetëm persona me arsyet të kufizuar. Po e veçanta e kësaj është që të gjitha mjetet e përfitimit nga produktet tona ndahen për kategoritë me persona me arsyet të kufizuar ose për organizata të ndryshme për këtë kategori të veçantë. Shkurt e shqip nuk fitoni kurrë prej kësaj kompanie? Jo, ne nuk fitojmë asgjë nga kjo kompani, as nuk e kemi hapur për përfitime tona. Fejsja është vetëm një kauzë e cila do të gjendet në çdo nevojë për persona me arsyet të kufizuar. Aja ka vlerë gjithë ky investim për shkak se janë goxha shumë e madhe që është bërë investim këto edhe investimi ka qenë rreth 1 milion euro, ja ka vlerë shumë në mënyrë që ka vlerë për arsye që ndoshta jemi të vetë në Kosovë, kompania po në Kosovë që ka bërë një gjë të tillë, por jemi ndoshta të vetë edhe në rajon dhe vende të tjera ndoshta jemi të vetmi që e bëjmë këtë sen. Çysh i zgjidhni punëtorët? Po gjithmonë rekrutimi i punëtorëve të na po gjithmonë duke hapur një pozitën e punës, e hapim pozitën e punës, pastaj thirrëm një intervistë apo mes intervistës jemi një komision nga 3 persona të cilët angazhohemi për atë pjesë dhe përmes intervistës e zgjedhëm punëtorin i cili mund me punu në vend punës. Po që nuk i po gjithmonë sigurohemi që punëtori nuk i rrezikohet shëndetin punës që e bën ose nuk i rrezikohet pamundësia për të punuar. Fjalët ato pra gjykimet, do të me lanë anash, është vështirë shumë, po do të me lanë edhe me icë tutje. Siguron po unë du shumë jetën edhe vetën shumë. Njerëz jemi edhe na, sikur ata, veçim pak më ndryshe. Personat që janë me aftësi të kufizuar shkojnë tutje, mos ndalen hiç, mos të ngurrojnë, paraqiten për me punue, paraqiten të fortë. Edhe ti përkundrazi këtij gjonave nuk je nol. Ja kurrëç. Edhe shumë mirë, jeni shembull suksesi që Faleminderit. duhet me luftu gjithë pronat e veta dhe me ecë për para. Faleminderit shumë. Edhe këto ato gjona që njerëzit i flasin për ty nuk kanë të bëjnë. As me ty, as me normal. Vetë me qatë njerin qaj qatë. Po. Edhe a ki një mesazh për njerëzit që paragjykojnë? Kam një mesazh që mos të prekin me fjalë, se njerëz jemi edhe na, sikur ata, veçim pak më ndryshe.
Edhe jeni shumë atë mirë, shumë atë veçantë dhe ju rujtë zoti. Faleminderit shumë. Edhe po shpresoj që asnjëherë nuk keni më pas si probleme pa lidhje dhe po shpresoj që kemi më kfill se na shqiptarit gjithë e gjani gjatë keqe për me. Qashtë. Jo veç për juve, po për pras për secilin na e ke pa. Kështu që s'bën mu nal me ecë për para dhe... Ja, s'do të mu nal. Ja, kam edhe një mesazh për personat që janë me aftësi të kufizuar, pa marrë parasysh cilës sindrom kategorisë për diçka me cek, që mos t'i ndëgjojnë fjalët edhe të shkojnë tutje, mos ndalen hiç. Se gjithë ka me pos njerëz të mirë edhe që kanë ju... shumë. Te kanë mesazh prej meje. Bravo. Edhe mos të ndalen, mos të ngurrojnë, paraqiten për me punue, paraqiten të fort. Edhe ta bojnë hapin e parë, se te ke fundit një jetë e keme dhe nuk bën mungu ju në shpejt, se cili prej njeve është ndryshe. Se cili, edhe shqyqër që jem ndryshe. Normal. Se krejt me konjejt, kejt buta i shkon bajat. Kështu që shumë mirë që e the dhe po shpresoj që çdo njeri ka me marrë forcën edhe guximin, me dalë para... me dalë për te jo borit shpis. Po, dohet, do të me i dhanë zarë. Me i thy barrierat, ato fjallët, ato pra gjykimet, do të me i lanë anash, është vështiri shumë, po do të me i lanë edhe me i të tutje. Edhe me dash vetën. Sigurone. Po, unë du shumë jetën edhe vetën shumë. Bravo, edhe po mbjen shumë mirë që po i kësoj video ka me shkuna për shumë sy edhe shumë vesh kjo mesazh edhe bravo të që. Faleminderit shumë. Po familja ju ta u thënë mbështetëse edhe për krasë? Po, deri dikon po unë jetoj vetë, banoj vetë. Po njerëzit të rejtë shëshmija të gjithë. Po, shumë. Bravo, njeri do të me dash tjetën edhe se një jetë e kemë... Tash një falenderem shumë të veçantë për Fundacionin Golden Eagle që na ka mundësu me punu këto. Na ka mundësu këtë fabrikë që e ka hapë. Për fillimit të jem të punu. Për kërë hapë fabrika. Që si ja dhe me hamë gjithë shka vëlla, se ne ka mësu një pokë të mirë, kur gjithë nga mungar. Po i kësoj video ka me shkuna për shumë sy edhe shumë vesh kjo mesazh edhe bravo të që. Faleminderit shumë. Po familja ju ta u thënë mbështetëse edhe për krasë? Po, deri dikon po unë jetoj vetë, banoj vetë. Po njerëzit të rejtë shëshmija të gjithë. Po, shumë. Bravo, njeri do të me dash tjetën edhe se një jetë e kemë edhe do të me... Po, e kam edhe një falë, nështë atë Po, do jo prela. të lirisht sa dush. E kam edhe një mesazh, një falenderem shumë të veçantë për Fundacionin Golden Eagle edhe në kryme e zotërisha që palushin që na ka mundësu me punu këto. Na ka mundësu këtë fabrikë që e ka hapë. A vjen një vizitu basi shaqe? Shpesh, po shumë kujdeset për neve. Do me thonë keni veç fjallë të mira për to? Po, në gjithësëse. E qa ju thëta? E qa u ko një mesazh që jo ka dhonë edhe ju ka mbeti në kry? Fjallë të mira për neve që jemi punëtor shumë të mirë, jemi të fëqeshëm, jemi që me shkutu tje mos mu. Edhe mos mu dërzu kur? Qashtë. E përshëndesim edhe nga batin shaqe? Shumë, nga përkraj, shumë. Për fund, a e ki edhe një mesazh të fundit? Për fund, qa i kështë thonë njerëzve që zhgënjihen po kur i ju kisha mshelet një thonë derë? që mos mu nalë, mos mu mshel mrena, mos mu me ecë tutje, në të farë po. Po në të farë kutine vetë, po me dalë për të me dalë, me ecë, mos me ingu fjallët. Edhe me thy barjerat. Me vazhdu, me i thy barjerat. Po vjen shumë i Gjevahiret, përshëndet shumë të rej punë të mbarë dhe jam shumë e lumëtur që e njoha një njeri ka që mirë si ti edhe i shambull. Shumë për juve që i në ardhë, na keni vizitu, shumë falenderit. Përshëndesim shumë. Edhe në shumë në. Si a i mirë ndërum që shi? Mirë, fanes. Qësh po kaloni, qësh po janë dite juja këto? Shumë mirë po kalone, shumë mirë. Qësh quesh, si quesh? Unë jam me qamili. Pe fillimit të jem të punu. Për kërë hapë fabrika. Prej fillimit je këto edhe se ke lëshu punën? Jo. E qësh janë dite juja këto? Qësh nisni dite juja? Qësh kaloni me njani tjetërin? Po kalona shumë mirë. Puna nuk është e romë, e letë se që kërë shumë letë. Veç e këshirëm që kjo është automatik. Veç kur të blokohen ka pak, e largujnë e qëto qështu edhe
shumë puna lehtë. Qa do me thonë flejtë? Shpresia do me thonë gjithë shka vëlla, se me ka mundësu të punë shumë mirë. Me ka mundësu një pokë të mirë, me ka mundësu kushtet e mira kur gjithë nga mungan. Pre ushqimit, sigurimi shëndetësor, me trëst, me paguën, kur gjithë nga mungan. Që kjo fondacioni Golden Eagles nga ka ofru që të kushte. Do më nga ka pështot gjithë vend punës me problemin që e kena. Qa ke punu para kësaj punës? S'kum punu kur që, puna por këtë. Poga mirë, me qitë pogun të tjera torë nga s'kam, e mbojna familjen. Nga në dhe përbjen shumë që... Që tash me më thonë mu lyp diska, nuk di sa me lyp ekstra, s'ka. As jashtë nuk ishe shku kur? Jo. As një herë, bravo. Si pas kejtë standardeve do me thonë, Po. kish. Unë nuk besoj që na mungon diçka, s'ki dhe çka lyp. Nuk di s'ka me lyp diçka ma shumë ekstra. Qa ke punu para kësaj punës? S'kum punu kur që, puna por këtë. Puna fresia. por, Po, ka qenë këto. po. Pse s'ke punu diçka tjetër, apo s'tu ka dhënë mundësia asnjëherë, apo... As më ka dhënë mundësia për çata. Nuk na ka ofruar kërkosh një punë që muna me kryna. Po pse? Po nuk po di tash unë pse, a vjen vetë se domethënë para është që kjo fondacioni Golden Eagles na ka ofruar çtë kushte. E kom fjalën, Po, qa ki problem të shëndetësor? problemin me kom. Okej? Po, Edhe asnjëherë nuk të ka dhënë mundësia prej askujt dhe ju hop festja. çashtë është e vërtet. Deri te fresia. Kjo na ka ofruar çtë kushte. Domethënë na ka pështot çdo vend punës me problemin që e kena. E qysh e nditi kur e ke njës punës to? A jam ambientu shpejt me staf? Qysh e qani me njëni tjetërin? Shumë mirë kalon Allah. Shumë mirë na ambientu. Çtu. Dishta me të bo pytje edhe qysh e kam pritur familja kur e një punë? Shumë mirë edhe ata. A jam përpraste për gjithë shka dhe? Po, shumë mirë edhe ata se domethënë tash se është poga mirë, me qitë pogun të tjera torë nga s'kam. Domethënë e mbojna familjen. Poga është e knashtë, kushtet janë të mira, Gjitha. edhe gjitha kam përshtatë. Na jena shoqëni shumë paragjykuse. Edhe në dikët tona të përditshme, në realitet, do me thonë, edhe në biseda mes miq. Qa ki me i thonë njerëzve që paragjykojnë, edhe që kanë veç fjallë të qia për me thonë. Tash po ma herët tash po ma mërmenja që është pak ma mirë. Apo më doke tash që ku morë të fresia se di, mu është të më doke që pak ma mirë, jenë bo, nuk ka paragjykime që për para, më doke pak është për mirësim. Zërë të po, do me thonë që mu po më doke që tash që ku morë këtu, po më doke që tash për vete po dhëmë nashtë janë nol pak paragjykimit, po ata normal që s'do me pas paragjykime. Edhe a ju kanë lëndu në herë në fjallë dikujt, që të kanë betën tru, edhe që kështë dashtë me nda dhe me neve, diçka që të ka thonë. Personalisht s'ma mërmena, s'kum posë që si përvoje, po ka paragjykime, është. Ka. Po njerëzit, qëfar mesazhi ja jep personave me nevojat veçanta? Mas pore ata mos me po vetën që jenë paragjykus, halo pa e provu. Ne ta provoj një herë se s'ma mërmena që del keq. Edhe me guxu, edhe me planu njeri vetën që ashtu që shështë. Po qashtë, mas mirë është me provu, me pranu që shje. Edhe mos mundojle asë një herë për asë një fjallë të askuj. Qashtë. Në me thonë, sa vjeqar je? Unë e 47. Puna jote e parë ka qenë këto, edhe po besoj që je Që 3 vjetë i bëj këto, po sigurisht. Fondacioni Golden Eagle, do më thonë këta janë bujnë mirë gjithë ka, pëtën. Se kum një dhe për para për këta, po tash e kom vërtetu sakta, pëtën. Do më thonë janë njerës që meritojnë edhe që ja vlen me full mirë për ta se janë qashtë. Qashtë është 100%. Po për bacin qaqe, që e këmë thonë? Po bacin qaqerve këtë mirat, s'po disa më thonë. Po për e ndritën? Ndritën shumë mirë
që 3 vjetën e i bëj këtu, asë një vrejti s'ma ka dhënë kur veç. Do me thonë është shumë motivuese dhe ju përkro dhe ju mbështet në gjithë shka. Bravo, edhe po m'vjen shumë mirë Kur pa presioni s'kena, pi kërkojna heq, po du me thonë, as për e ndritit, as për kërkoj heq. Paga e knaqme, kushtet e mira, kolegët e mirë, shefat e mirë, asë një gjohë si mungon edhe po m'vjen shumë mirë që... Që tash me më thonë mu lyp diska, nuk di sa me lyp ekstra, s'ka. Asë jashtë nuk ishe shku kur? Gjur. Asë një njarë, bravo. Po m'vjen shumë mirë bas na falë që të pengum pak edhe të rojmë punë sa më atletë dhe sa më të bo. Faleminderit Faleminderit shumë për te. Ditën e mirë, faleminderit.